Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit. SD, 25 vjeç, banues në Shkodër, ED, 44 vjeç, banues në fshatin Shtojëri dhe EF, 27 vjeç, banues në fshatin Golem. Pasi dyshohet se kanë kanosur me fjalë një 16 vjeçar për motive të dobta. Gjithashtu, shtetasit ED ju gjet një shkop bejsbolli i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Referuan gjithashtu materiale në prokurori, pasi ka kazuar shtetasi ND 68 vjeç se rreth 6 muaj më parë i kanë humbur targat e furgonit në pronësi të tij. Dje në fshatin Malikolaj, shtetasi PG 56 vjeç ka humbur jetën në banesën e tij. Dyshohet për shkak të një arresti kardiak. Grupet hetimore po punojnë për dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.